Nuk është konfirmuar që koronavirusi është më i rrezikshëm për burrat tullac. Një artikull senzacionalist që pretendon kategorikisht që në titull se koronavirusi është i rrezikshëm për burrat tullac. Mirpo, teksti nuk jep asnjë provë për ta mbështetur këtë. Me shprehje të tilla si thon shkencëtarët, ekspertët besojnë, grup shkencëtarësh, sipas mjekëve, artikulli përpiqet të tingëllojë i besueshëm, por nuk ka të dhëna se kush janë ata shkencëtarë, ekspert dhe mjek dhe ku e thon atë që është shkruar. Si burimi vetëm anonim është teksuar Carlos Vembiner, profesor në Universitetin Brown në Shtetet e Bashkuara, por asgjë më shumë nuk është thënë në lidhje me hulumtimet e tij. Nuk është ofruar asnjë informacion shtesë që do të ndihmojë për t'i kuptuar gjetjet e fituara, e as nuk ka ndonjë informacion se kush është ky profesor dhe nëse është kompetent. Në postimet e mediave botërore në këtë temë, theksohet qartë se hulumtimi është paraprak dhe nuk është marrë parasysh mosha, e cila është një faktor rreziku për humbjen e flokëve, por edhe gjithashtu një faktor rreziku për formën e rëndë të COVID-19.